Nuk e di, unë i dëgjoj në media, dëgjoj që një herë jam në Elbasanir, Shkodër, në Tiranë, po nuk e di, nuk janë mbyllur listat. Por do jetë, unë jam shumë mirënjohëse nëse do jem në listë për të qenë deputete, dhe sigurisht nuk e ndjej që është diçka që di ta bëj, di ta lexoj politikisht, po kjo është gjëja më e rëndësishme. Sigurisht që më vjen mirë që nuk jam pjesë e procesit të vendimarrjes, sepse nuk është të thjeshtë, sepse përpilimi i listë sigurisht është një proces që nuk është i lehtë, sepse ajo listë nuk është një renditje thjesht emrash. Ajo do të jetë përfaqësuese, ajo do të ketë njerëz me integritet brenda, do të ketë njerëz që ka meritokraci brenda jetës së tyre politike, do të kenë emra të cilat kanë një histori politike, po sigurisht edhe 33 të cilat i jepet shansi për t'i mundësuar, për t'i rritur politikisht dhe nesër për të bërë politikan me eksperiencë që do marrin drejtimin e vendit.